Është vetëm Komisioni Evropian, thot, se meqense ti ishe te pyetjet, ishe saktësisht këtu, po flisje për këto. Është vetëm Komisioni Evropian, thot ministri, që u jep përgjigje këtyre pyetjeve. Ministri është i pandershëm kur bën këtë shpjegim, sepse marrëdhënia jo me Bashkimin Evropian është marrëdhënia me vendet anëtare. Kjo është një marrëdhënie pikë së pari politike, ata vlerësojnë zhvillimet politike në Shqipëri, që fillon me demokracinë, sundimin e ligjit, të drejtat e njerëzit e të tjera, dhe ai që është, si thua, mekanizmi ndërmjetës i këtij komunikimi është Komisioni Evropian. Por Komisioni Evropian nuk merr përgjegjësinë e vendit, pra nuk merr përgjegjësinë e Shqipërisë, por është vetëm ena komunikuese. Për çdo pyetje, për çdo paqartësi apo pakënaqësi të vendeve anëtare, Komisioni Evropian komunikon me palën shqiptare. Dhe pastaj pala shqiptare jep përgjigjet e veta për qëndrimet që ka. Mirë po, ne kemi thënë dhe shumë herë të tjera që metodologjia që përdoret në këtë komunikim tashmë ka ndryshuar. Vendet anëtare po ashtu kanë të drejtën që të dërgojnë në terren ekipet e veta dhe të bëjnë vlerësimet e veta të pavarura nga ajo që thot Komisioni Evropian. Dhe këtë kemi parë të ndodh edhe më herët, ju e mbani mend, unë e kam referuar dhe më përpara, nëse mbani mend gjatë kohës që Komisioni Evropian thoshte që Shqipëria e ka përmbushur kushtet për çeljen e negociatave, në fakt ishin vendet anëtare ato që e bllokuan. Ato e kërkuan disa herë qeverisë shqiptare të ndryshonte qëndrim, derisa e bllokuan zyrtarisht me një vendim të Bundestagut gjerman, i cili buri 9 kushte të panegociueshme për Shqipërinë për t'i përmbushur përpara se çeleshin negociatat. Tani, përpara se të arrihet në vendimet të parlamenteve, vendet anëtare i japin mundësi Shqipërisë në këtë rast që të ndryshojë qëndrimin e vet. Dhe këtë mundësia japin duke i dhënë kohë përmes pyetjeve. Dhe nëse Shqipëria nuk ndryshon qëndrim, atëherë këto vende mund të marrin vendime që është vështirë për t'i ndryshuar pastaj, sepse nëse kalojnë në parlamentet e tyre apo me vendime qeverie, ato kanë efekte shumë më negative ndaj Shqipërisë dhe ai pezullimi bëhet edhe më formal dhe më e vështirë për t'u kapërcyer në të ardhmen. E njëjta gjë për shembull nëse mbani mend ka ndodhur në parlamentin holandez përpara disa kohësh, kur Shqipërisë ju kërkua që të tërhiqej nga propozimi për pasaportat e arta, apo të kishte kujdes me flukset migratore. Dhe atëherë parlamenti holandez i bëri një kërkesë zyrtare Komisionit Evropian që të shikojë mundësinë për rivendosjen e vizave me Shqipërinë. Pra këto janë mekanizmat që përdor Brukseli për t'i dhënë kohë vendit për të ndryshuar qëndrim, dhe nëse ky qëndrim nuk ka prapësim, ata marrin masa edhe më të rrehta. Po të shikoni një qasje ngjashme, po ndiqet tashmë me Serbinë. Serbia është paralajmëruar disa herë për disa probleme, qoftë për qëndrimet që ka me Rusinë, qoftë për problemet e brendshme që ka me zgjedhjet, me demokracinë dhe me ndryshimet ligjore që po bëjnë dhe ata të paketës së reformës në drejtësi, dhe Serbia me presidentin Vučić nuk pranojnë të ndryshojnë këtë qëndrim, dhe tashmë vendet anëtare po kalojnë në vendimin dhe për të prerë fondet europiane për Serbinë, dhe